Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Naim Frashëri, emblema ndriçuese e kulturës shqiptare. Nën këtë moto erdhi aktiviteti që përkujtoi 179 vjetorin e lindjes së poetit Naim Frashëri. Ceremonia u zhvillua pranë shtëpisë muze të vëllezërve Frashëri, me pjesëmarrjen e figurave të njohura nga fusha e kulturës, historisë, politikës dhe komunitetit Bektashi. Besimtar, banor dhe përfaqësues të komunitetit Bektashi dhe të pushtetit vendor në Libohov kanë nderuar me një aktivitet kulturor figurën e Baba Demirit si njeriu i besimit, urtësisë dhe paqes, që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në shpirtin e kësaj treve. Mbrëmja e së dielës shënoi përfundimin e konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, i cili u mbajt për 3 ditë në Gjirokastër si organizim i qendrës kulturore Gjiroklasika. Nata finale ju dedikua instrumentistëve që në fazën e parë arritën të vlerësoheshin me 100 pikët maksimale, prej të cilëve u zgjodhën edhe fituesit sipas disiplinave. Fusha e Dropullit shënon si vjetë rritje të sipërfaqes së mbjellë me kulturën e Mistrit, nga 676 hektar që janë mbjellë gjithsej, 496 do të vajiten me rrjedhje të lirë dhe 180 hektar me puse. Burimi kryesor i vaditjes në Dropullin e Sipërm është rezervuari i pepelit. Ju njohim tani më gjerësisht Naim Frashëri, emblema ndriçuese e kulturës shqiptare. Në këtë moto erdhi aktiviteti që përkujtoi 179 vjetorin e lindjes së poetit Naim Frashëri. Ceremonia u zhvillua pranë shtëpisë muze në Frashër të Përmetit, me pjesëmarrjen e figurave të njohura nga fusha e kulturës, historisë, politikës dhe komunitetit Bektashi. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, shtëpia muze e vëllezërve Frashëri u bë qendër e aktiviteteve kulturore, ku u mbajt konferenca kombëtare kushtuar trashëgimisë së jashtëzakonshme të Abdylit, Naimit dhe Samiut, 3 shtyllave themelore të identitetit kombëtar shqiptar. Shoqata Adhetare Kulturore Mbar Kombëtare e Vëllezërit Frashëri, Bashkia Përmet, Kryegjyqata Botërore Bektashiane, Shoqata Zëri Dadan, Komuna Araovec. Ndër këto vite kemi organizuar 28 veprime të tilla. Frashëri jep mesazhe kombëtare që kumbojnë në ndërgjegjjen e shqiptarëve, për cilën nga historia dhe historianë shkencëtar të mirëfill, që duhet të mbeten të gjalla ndër ne, të dukshme, të kuptueshme e pasqyruese nga vizitorë, turistë, të pasionuar kulturës apo të interesuar të tjerë. Sipas një interesimi intelektual të profesor Rukës dhe mbi ide të hartuara e formuluara nga profesor Bundo e Diana Çuli, Akademia, në partneritet me Bashkinë Përmet, Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Shoqatën Kulturore Adhetare Vëllezërit Frashëri, zhvillon sot forumin Idet dhe Mesazhet Kombëtare të Frashërit. Vëllezërit Frashëri mbeten krenaria e kombit, trinomi që bashkoi historinë, kulturën dhe letërsinë shqiptare si një trashëgimi e përjetshme. Në fund të ditarit informativ do të ndiqni një material më të zgjeruar rreth aktivitetit të përkujtimit të 179 vjetorit të poetit të madh Naim Frashëri, ndërsa aktivitetet kushtuar poetit Naim Frashëri u mbyllën me festivalin poetiko-letrar në gjurmët naimiane 2025. Poeti krijues nga Shqipëria, Kosova e diaspora u bën pjesë e këtij eventi duke përcjell emocione, poezi nga e gjithë hapësira shqiptare. Si çdo vit, Përmeti kujton njeriu që vendosi themelët e letërsisë kombëtare, adhetarin dhe dietarin Naim Frashëri. Në kujtim të tij është zhvilluar mbrëmjen e djeshme edhe festivali mbar kombëtar i poezisë në gjurmët naimiane. Në këtë mbrëmje kanë konkuruar poetë nga të gjitha trevat shqipfolse. Qëllimi i këtij festivali është festivali poezisë dhe është caktuar pikërisht në ditën e lindjes së Naim Frashërit. Në këtë mënyrë festohet, të themi, përkujtimore ditëlindja e këtij poeti të madh dhe të themi dhe mendimtarit të madh, jo vetëm poeti, dhe ngarojnë poet nga të gjitha trevat shqipfolse. Është një festival që zhvillohet edhe në shumë qytete të tjera apo dhe në trevat shqipfolse në Kosovë dhe Maqedoni. Në këtë 10 vjetor të festivalit, përveç konkurrentëve, marrin pjesë edhe jurit, poetët dhe ata që kanë fituar çmime të para gjatë këtyre 9 viteve.
Si vjet është 10 vjetori i këtij festivali dhe krahas konkurrentëve garues, janë poetët garues, ka dhe miqe të ftuar që janë jurit që kanë kontribuar gjatë këtyre 10 viteve, moderatorët e këtyre 10 viteve, si edhe poetët kampionët, të themi, ata që kanë fituar çmimet e para gjatë këtyre 9 viteve, se i 10 është si vjet. Në festivalin e poezisë morën pjesë 26 poet, nxënës, interpretues, krijues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, diaspora e 10 miqënderi ku në fund të ceremonisë u nderuan dhe me çmime. Besimtar, banor dhe përfaqësues të komunitetit Bektashi dhe të pushtetit vendor në Libohov kanë nderuar nëpërmjet një aktiviteti kulturor figurën e Baba Demirit si njeriu i besimit, urtësisë dhe paqes, që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në shpirtin e kësaj treve. Në tyrben e Baba Demirit në Libohov u zhvillua ceremonia për kujtimore kushtuar figurës së tij të nderuar, i njohur për përkushtimin e tij ndaj besimit, urtësinë dhe kontributin në forcimin e paqes dhe harmonisë shpirtërore. Baba Demiri mbetet një emër i paharruar për komunitetin vendas dhe mëgjer. Kjo ceremoni mblodhi bashk besimtar, banor të zonës dhe përfaqësues të komunitetit Bektashi, të cilët sollën kujtime për ulje dhe lutje për shpirtin e tij. Në një atmosferë të qetë të mbushur me ndjenjë respekti u theksua roli i Baba Demirit si një udhërfyes shpirtëror që la gjurmë të pashlyeshme në jetën e atyre që e njohën dhe e ndoqën. Jemi mbledhur këtu, jo thjesht për të kujtuar një emër, po për të rizgjuar brenda vetes një dritë që ai mbolli nëpërmjet jetës dhe veprës së tij. Vendi ku shërbeu, njerëzit që udhëzoi, ulla që la pas e bën këtë tokë shtëpinë e tij shpirtërore. Libova u bë dëshmitare për urtësisë, urtësisë dhe besimit të tij. Kurani i Madhërisëm na thot: Allahu nuk i humb shërbimet e atyre që bëjnë mirë. Baba Demiri ishte njëri prej atyre që bën mirë, pa zhurmë, pa lavdi, po me thellësi dhe përkushtim të sinqert. Baba Demir do të thot baba i forcës, baba i punës, baba i durimit, baba i që bashkon të gjithë baballarët e tjerë, të gjithë brezat që edukon njerëzit me gjendjen e punës e dashurisë. Ky vend këtu është një vend sa i shenjtë, aq edhe vend i dashur për të gjithë, sepse këtu jemi ne, po ta marrim nga ana historike, kemi të bëjmë me një vend të qytetëruar gati mbi 1000 vjet përpara. Baba Demiri me urtësinë dhe jetën e tij të përkushtuar ka lënë gjurmë të thella në zemrat e komunitetit tonë. Ai na mëson rëndësinë, besimin, dashurinë dhe bashkëpunimin në një shoqëri ku secili nga ne ka një rol të veçantë. Bashkia Libohovës, të cilën unë përfaqësoj, mbështet me gjithë forcë ruajtjen dhe promovimin e këtyre vlerave, të cilat janë themeli i identitetit tonë kombëtar. Ceremonitë si kjo na ndihmojnë të kujtojmë rrënjët tona dhe të forcojmë lidhjet tona midis brezave. Aktiviteti u përmbyll me një veprimtari kulturore ku u recituan vargje me frymë fetare bektashiane dhe performuan 2 grupe të mirënjohura polifonike, grupi i Libohovës dhe ai i Gjirokastrës, të cilët sollën emocione të veçanta përmes interpretimit të këngëve tradicionale, duke i dhënë ngjarjes një dimension të thellë kulturore shpirtëror. Jam Abdalli, një i përullur, shahu im është Aliu, për të tjerë s'kam nevojë kur është krahu im Aliu. Gjithë vajtimet që bëj uj, ahu im është Aliu, dhe ndikiblës Muhamedi, i përulljes është Aliu. Shokë jemi për të qërë, na i kën moj di këjë, nda moj majë, u ku. Shokë Qante dhe dervishit tia, qante Kjo ditë përkujtimore nuk ishte vetëm një omazh për një figurë të ndritur,
por edhe një thirrje për të ruajtur e përcjell më tej trashëgimin shpirtëror që baba Demiri la pas. Për 2 ditë me radhë, qyteti Memaliajt u kthye në kryeqytetin e artit dhe muzikës shqiptare. Festivali Vjosan Fest ishte skena e festivalit folklorik dhe asaj moderne, duke u kthyer në një dëshmi të gjallë të kulturës, pasurisë etnografike dhe natyrore të kësaj zone. Festivali Vjosan Fest mblodhi këtë fundjavë qytetarë të shumt të Memaliajt si dhe vizitor vendase të huaj. Gjatë këtyre 2 ditëve, qyteti Memaliajt mirëpriti edicionin e 4 të këtij festivali, duke promovuar potencialet e jashtëzakonshme për turizëm të kësaj zone. Sheshi minatori ishte skena e festivalit folklorik me pjesëmarrjen e artistëve të shumt të muzikës popullore të jugut, me kostume tradicionale, ritme të pasura dhe emocione. Ky festival u bë një dëshmi e gjallë e kulturës popullore dhe pasurisë etnografike. Në festival ishin të pranishëm edhe këngëtarët Fifi, Angela Peristeri si dhe këngëtari Fioralb Dedja dhe artistë të tjerë të njohur, të cilët ndezën skenën me performancat e tyre të jashtëzakonshme. Gjatë 2 ditëve të festivalit u organizuan edhe aktivitete të shumta si hipizëm, hiking, rafting, ekspozita e të tjerë. Pjesë e festivalit ishte edhe një mbrëmje poetike e mbushur me shumë emocion dhe art në sheshin minatori, ku mblodh një pjesë e shkrimtarëve të zonës si Feti Zeneli, Majlinda Nana, Enkelejda Fejzo, Manushaqe Çela dhe Vasil Nasi. Me vargjet e tyre të ndjera, ata sollën reflektime për jetën, dashurinë, vendlindjen dhe shpirtin njerëzor, duke krijuar një atmosferë intime dhe frymëzuese për të gjithë të pranishmit. Kjo mbrëmje dëshmoi edhe një herë se fjala poetike jeton në zemrën e komunitetit dhe se arti i fjalës vazhdon të ndërtojë ura ndjeshmërie mes brezave. Një vëmendje të veçantë tërhoqi edhe panairi artizanatit dhe kulinarisë, ku promovuan produktet tradicionale dhe vlerat kulturore të zonës. Artizan dhe anvisa nga zona dhe qytete të tjera ekspozuan produktet e tyre unike si punime dore, veshje, ëmbëlsira dhe gatime të zonës, që mbartnin shihen dhe historinë e trevës, produkte të zonës e të tjerë. Ky panair jo vetëm që promovoi trashëgimin kulturore dhe kulinare, por edhe krijoi një atmosferë festive dhe bashkëpunuese mes komunitetit. Ky festival ka për synim promovimin dhe mbrojtjen e një prej thesareve natyrore më të rralla të vendit ton, lumin Vjos. Kjo fest bashkon kulturën tradicionale me ritmet moderne, natyrën dhe krimtarinë dhe njerëzit me Vjosën, lumin e fundit të egër në Europë. Mbrëmja e së dielës shënoi përfundimin e konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, i cili u mbajt për 3 ditë në Gjirokastër si organizimi i qendrës kulturore Gjiroklasika. Nata finale ju dedikua instrumentistëve që në fazën e parë arritën të vlerësoheshin me 100 pikë maksimale, prej të cilëve u zgjodhën edhe fituesit sipas disiplinave. Edicioni 4 i konkursit muzikor ndërkombëtar Tempo, organizimi i qendrës kulturore Gjiroklasika, përfundoi dhe sigurisht ka edhe fituesit e saj, të cilët u përzgjodhen mbrëmjen e së dielës. Mes 18 finalistëve, vetëm 8 arritën të vlerësohen me çmime të mëdha. Si konkurs internacional që jemi, çmimet janë shpërndarë në vende të ndryshme. Çmimi i pianos shkoi në Maqedoni, në një vajzë maqedonse që luajti në piano. Çmimi i kitarës gjithashtu në Kosovë. Çmimi i muzikës dhomës në Tiranë dhe çmimi i instrumentit frymor në saksofon shkoi në qytetin e Durrësit. Charlotta, shqiptarja që jeton në Francë dhe lindi nga Kosova, ndan mes tyre çmimin Ibrahim Madhi në violinë. Ishte një çike vështirë sepse prita një çik shumë kohë, po unë ndjeva shumë mirë, me pianiste isha në sambiozë. Doja vetëm për me lujt me shpirt edhe jo vetëm teknike dhe arrita më mirë këtë ditë. Edhe unë ndjeva shumë mirë të luj në Shqipëri, isha shumë e kënaqur. Është kënaqësi të jesh para një jurie të mirë, edhe të vlerësohesh edhe të shohësh konkurrencën që e ke në gara. Është edhe ndjenje mirë kur merr edhe çmimin e parë, edhe pse çmimi nuk do të përsaktoj të ardhmen tënde, por ndoshta të jap një shtytje ose të jap vullnet për të punuar më shumë. Kemi të rinj të talentuar të mrekullueshëm. Jemi shumë të lumtura për këtë gjë dhe mendoj që ky festival do ketë një jetë të gjatë, pavarësisht se nuk duhet ta them unë, por unë e ndjej.
Interpretimet e finalistëve të konkursit Tempo në kalan e Gjirokastrës u ndërthurën me performancat e 2 artisteve gjirokastrite, pianistes Mimoza Çabeli e sopranos Semine Sulozeqi. Ky event muzikor solli në Gjirokastër 175 fëmijë të rinj të grup moshës 6-20 vjeç. Situata me virozat stinore në qytetin e Memaliajt këtë periudhë kohore paraqitet me qetë mjekët raportojnë rënje të ndjeshme të rasteve që paraqiten për ndihmë mjekësore në spitalin e qytetit. Megjithatë, paralelisht me këtë përmirësim, është vënë re një shtim i rasteve me alergji stinore. Fundi i muajit maj ka sjell një përmirësim të ndjeshëm në numrin e rasteve të personave të prekur nga virozat stinore, të cilët paraqiten për trajtim në spitalin e Memaliajt. Këtë konfirmon mjeku pneumolog Shahin Meçe, i cili thekson se krahasuar me fillimin e muajit maj, rastet janë më të rralla dhe më të lehta në intensitet. Kemi raste shumë të rralla me virozat ashti. Shumë të rralla kemi, smur kronik kemi të ashti që një djegim është periuda që ka smundshmëri më të pakt. Janë këto sëmundjet stinore që janë rrufrat, kataret, alergjit. Më shumë kemi pasur prezent në moshën e tretë, që ka kaluar me shumë vështirësi dhe me komplikacione. Që i kemi trajtuar, se ne kemi bërë organizim shumë të mirë në shërbimin ambulator. Pavarësisht përmirësimit të situatës me virozat, mjekët këshillojnë kujdes të shtuar ndaj alergjive sezonale, të cilat në këtë periudhë janë më të pranishme, sidomos tek fëmijët dhe të moshuarit. Për alergjin trajtohen në ardhur një specialiste alergologe. Të ruan se ata e din, ata që janë alergjik, e din nga se u vjen, nga lulet, nga barnat, nga këto. Por në njëherë janë të pamundshme që të evitohen sepse janë bashkëtar. Specialistët rekomandojnë shmangjen e kontakteve me alergenët më të zakonshëm dhe ndjekjen e trajtimit mjekësor në kohë nëse simptomat përkeqësohen. Fusha e Dropullit shënon si vjet një rritje të sipërfaqes së mbjellë me kulturën e misrit. Nga 676 hektar që janë mbjellë gjithsej, 496 do të vaditen me rrjedhje të lirë, ndërsa 180 hektar me puse. Burimi kryesor i vaditjes në Dropullin e Sipërm është rezervuari Pepelit. Interesimi i fermerëve të Dropullit për të kultivuar kulturat e drithrave rritet vit pas viti. Sidomos, për kulturën e misrit, fermerët po detyrojnë të gjejnë alternativa të tjera për të kryer procesin e vaditjes. Pas pak javësh do të fillojë në fushën e Dropullit sezoni i vaditjes. Janë me qindra hektar të mbjella me misër, por edhe me foragjere, të cilat kanë nevojë për të vaditur me ujë. Sipas të dhënave që kemi siguruar nga Drejtoria Vendore e Bujqësisë, si vjet në fushën e Dropullit janë mbjell 676 hektar me misër, nga të cilat 496 hektar është parashikuar të vaditen me rrjedhje të lirë, kurse 180 të tjerat me puse. Pjesa më e madhe sipërfaqes së mbjellë me misër shtrihet në Dropullin e Sipërm, ku rezervuari Pepelit vazhdon të jetë burimi kryesor për vaditjen. Është ndërtuar në vitit 1968, është mbaruar procesi dhe është vënë në punë, shërbën në komunitetit Vrisera që nga Jërgocati deri këtu ku jemi. Sa është vëllimi i këtij? 33.500.000 m3 ujë. Zoti Anastas Kolon ka administruar për shumë vite këtë rezervuar dhe e njeh në çdo detaj. Madje e konsideron shumë të nevojshëm investimin që do të kryhet së shpejti nga pushteti vendor me fondet të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Zhvillimit Rural. Bashkia e Dropullit ka në jurisdiksionin e saj 19 rezervuare, nga të cilat vetëm 5 janë funksionale për vaditjen. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Dua t'ju rikujtoj edhe një herë se pas siglës përmbyllëse do të ndiqni një material më të zgjeruar për 179 vjetorin e lindjes së poetit Naim Frashëri, të mbajtur në Frashër të Përmetit, pra në shtëpinë e tij muze. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.